Assalamu alaikum, mirë mëngjesi të nderuar miq, kudo që jeni. Aleikum selam, ispresuni që ka të re, si po kaloni. A keni nxehtësi atje ajo? Në Gostivar nuk kam qenë kur, thonë që është një qytet i mirë, po ja që nuk kam njerëz që i njoh. Inshallah e njoh dikande dhe shkojnë Gostivare, hajmë një drek bashk. A ka ndonjë vend turistik atje, Gostivari? A ka ndonjë Brezovic kështu siç e ka Kosova? Mirë, faleminderit. Peshti marrë syza tjera se këto po më qesin si gjyshe. Ohri, mujo baba. Faleminderit zotri mujo, respekt edhe për juve. Rosa, faleminderit për mendimin tënd, mos e ki dert. Në Ohër kam qenë një herë një 3 ditë. Dhe ka qenë një lumë tepër i bukur. Është një atmosferë, një ambient i këndshëm. Mirë ma shlinen mend me shku një 3-4 ditë në pushim. Faleminderit Eli, mos vazhdo vllai nderuar apo motër. Une bre ka hitje bre që kjo pak palidhje po nese, si do qoftë jam nga Prizreni. Jetoj në Prishtinë që 20 vite. Allahu bëri një popull majmun. Ajeti 65-66. A mundet një sqarim zonja Iqbale në surën Bekara, ajeti 65 dhe 66. Nuk e kam Kuranin me veti, po ta këshyri këtu. Mase kam këtë telefonin e vjetër, se diçka më ka ngadalsue, s'po mi hap shumë programe. Ta këshyri të gjej, po kjo është bëhet fjalë, surja Bekare, këtu bëhet fjalë për popullin jevrej, jahudit, qifutët e asaj kohe, kur për shtunakët, sa i di, po unë e di që 67, po lidhet 65, 66, 67, zakonisht në ditën e shtun, është ditë kur shumëzohen peshqit. Dhe Allahu i thot Musës a.s. Thua ju pasusve tu, popullit tanë, që ditën e shtun mos të peshkojnë, sepse do të zvoglohet shumëzimi i peshkve pa. Edhe ata vetëm se tha Musa, për mos me dëgju fjalën e Zotit, ata shkuan ditën e shtun dhe bën peshkimin. E pastaj Zoti i tha, o ju popull, do t'ju shëndroj në derra edhe në majmuna. Unë kështu e di, nëse zgaboj, po ma mirë, po i vërtetoj ma jetin kuranor. Pra, shtunakët janë përmendur në surën Bekare, jeti 65, 66, 67, të cilët Zoti i ka shëndruar në derra dhe në majmuna. Ndoshta jo në atë fizionomin e njeriut në derë, sepse gjithmonë Kurani interpretohet në disa mënyra,
por në atë pamjen, sepse e ke pa dikush, edhe fëmija kur është i paraaqëm shpesher, na të shkon goja aqka i shkon, bre majmun i shkon. Ose ku derre ki shkry. Prandaj, kjo ka met, kjo ajeti kuranor ka met pra nga koha e Musës a.s. që e ka pas një popull shumë të padëgjushëm, e ky popull quhet shtunakët. Prandaj edhe jahudit e kanë ditën e shtun, dita e pendimit, ku shkojnë para ati murit në Jerusalem, ku falë Zotit tani ma po shkatrohet Izraili, dhe aty e kanë kohën e pendimit, aty ditën e pendimit të shtunën si zakonisht. Dhe aty ka shku edhe Sali Berisha, kryetari i Shqipërisë e shumë të tjerë. Po pra, shikoni, thumme të wallejtum min ba'di dhalike, falaula fadlullahi alejkum wa rahmatuhu lekuntum minel khasirin. Po, më pas ju i kthyet shpinën beslidhjes, pra masi ta japim bejatin, besatimin, si ne që kemi dhënë besatimin profetit Muhammed, pastaj Imam Aliut në Gadirul Hum, dhe tani që ja kemi dhënë besën Imam Mehdiu, që besën e besojmë që ai ka me ardhë, edhe e presim, edhe punojmë sa më shumë punë të mira, që sa më shumë të lutemi që të na vije sa më shpejt Imam Mehdiu. Pra besatimi është shumë e rëndësi. Pra fillojmë edhe njerë. Por më pas ju i kthyet shpinën beslidhjes, dhe sikur të mos ishte mirësia Allahu ndajush, edhe mëshira e tij do të ishit të humbur. Sigurisht që ju keni dëgjuar për ata prej jush që shkelen sabatin dhe të cilve ne u thamë, bëhuni majmun të urryer. Shkojmë te 67 se përmenden derra dhe majmuna, qose se kam haru ajetin. Këtë dënim e bëm paralajmërim për bashkëkohësit dhe për brezat e tyre pasardhës, si dhe këshill për ata që i friksohen Allahut. Kujto, kur Musa i tha kombit të vet, Allahu ju urdhëron të therrni një lop. Ata thanë, a po tallesh me ne? Zoti më ruajt, tha Musa, të bëhem unë nga të paditurit, prandaj për shkak kësaj ndodhije, zakonisht kur ndodhet një ndodhi në Kur'an, kur tregohet, atëherë edhe komplet surja e merr emrin e asaj ndodhije. Pra, surja Bekare ka të bëjë me lopën e Beni Izraelitëve. Ndërkaq unë sa e di 76 du të më konë, hajde ta këshyrim, 76, derra edhe majmuna. Jo, ka që ishte për këtë, ndërsa tani do të shkojmë te veç ta plotësoj se së mundi pa e plotësu, se më pas ka hik ky verseti. Rosa, faleminderit, Rosa, mos na jep kësi energji negative, nëse nuk ki durim me pa mu, hajde motra e me shko në blok ty, se se meriton ti
ti mjute me ta bo. Hajde, shko të tut atje. Sa qenë ke zemër zes. Mirë mëngjes o njeri mirë, mirë mëngjes, që sa mirë, që shta qënë zoti me një njeri të mirë edhe të ndreq ditën. Ndërsa jo tjetra thot shko mbytur në lumë. Katastrof njerëz. Po, Allahu i quan pa ashtu në derra dhe në majmun. Faleminderit Maria. Ajde në Brezovic, Maria. Ajde se ku marrë vetën, huv vetën. Veç me kush, mës me fol, mës me mbo muhabet, se jam të i përfunduja do libra. Për shëndetje. Nizan Gashi, ade Nizan, ade shko të tutë, të njerëzit e tutë, të ligë. Ade, ku e ki vendin, nuk e meriton ti mu kanë shok jem. Faleminderit, jo beso luks kjo, që 5 dit jam këtu, vetë po zi që aty i ku marja do kompira, sot ko me bo makarona, ja do speca, ja do patligjona, vetë po zi, vetëm qëllimi është me arë që tu najrin e pastër, edhe ma ka thonë prej 40 eurove në 20 euro dhomën, një fanë se imja këtu në Brezovic, e qështu. Faleminderit, burim. Për ty natyra është luks, po. Për mu natyra është luks, mire ki, faleminderit për mendimin. Fatjon Ormenaj, dhe i tash e mbonët agent e Iranit, tash e të ushqis. Ani be Fatjon, ani, ajt, knaqo be Fatjon. Ku je aleikum selam Adrian, mirë mëngjesi. Adrian, mushja mendjen shokit tonë të shpet ka thiri këbalja, se veç edhe 2 dit ka me nejt. Se, jo, edhe kome shit, sot kome shit një placë, nuk mundi me arë, që nesër po vi, a ishtë placë si s'po shitet, edhe, që shtu po mesin, edhe unë bëj pushime vetë edhe vetëm lexoj. Po, Maria, interesant, isha të lexu që të liber, e kom ka fundit, veç edhe 4 faqe, e lexova për djeja kom nisë, sot pe kry, se gjithmonë me kompjuter po të lodhen edhe syte pak kjo natyra kur po bjerë djeli në liber pe ka atë lezetin e vetë, po unë zakonisht kështu i lexoj librat me shënime, sepse më duhen edhe ma në fund gjithashtu po ju jap një mësim bukur, kush dëshiron, këtu për shembull e shkruaj faqja 18, kushtet e islamit për shembull. Ti robrosh Allahut sikur të sheh ai. Mandej haridjitet i baditet. Do më thani shkruj faqja 31, ngjarja e rëndësishme popullore, Behaitet, Ahmeditet, Hambelitet, Mutezilitet, krejt do më thënë gjuha arabe, gjuha armenite, në fund të librit zakonisht i shkruj këto shënime që në momentin kur diçka e kom haru, atër shkoj kështu edhe e bëj research. Merë dhe interesant, Maria, se me ty flasë si me një intelektuale dhe të admiroj që je shumë këngullse edhe nuk je kështu që e pranon një mësim, një këshill apo një studim verbërisht. Usen po, ajde shkon në standet të ja që ato fjallë, ajde se ti se meriton këtu. Edhe Adrian, në që se kiko, po s'ka derë se ti e për punë, unë jam të net. Shi pak syzat, po thua,
Jo bese miri ka mi fshita po arzit, po hajt që po të ngoj, po të dëgjoj. Edhe Maria ti je kështu syqel vigilente, nuk i pranon mësimet verbërazi, pa i studiu vetë, pa i bo krahasimin, edhe pash në këtë libër tha pse muslimanët kanë bet, po mendoj këta të rinjet, pse kanë bet mbrapa sa i përket studimeve jetës të jetuarit me Islam. Aleikum selam Berna. Sa emri bukur. Dhe thot se për arsye muslimanët thot janë largu nga feja dhe kanë betë mbrapa sa i përket përkushtimit ndaj Zotit, kanë vetë veç musliman me emër, për arsye se janë dhënë pas luksit dhe janë largu nga Islami burimor. Shtu pra, po më për fat të keq, keni pa shumë lider të cilët kanë miliona të tyre, duke fillu prej Erdoganit i cili ka 1000 dhoma në kështjellën e tij, e tjera. Ariola, mirë mëngjesi zemra. Këto disa qëndrime kanë mundur të jenë në lidhje me këtë krizë dhe në realitet çdo qëndrim i është referuar ky apo ai grupacioni muslimanësh. Një mendim ka qenë që muslimanët janë bërë të dobët nga se janë larguar nga porosia burimore e fesë dhe se janë prishur nga luksi dhe largimi nga feja burimore. Kjo ka qenë pozita e të shquajturve reformist puritan, prej të cilve më i njohur është Muhammed Abdul Wahabi nga Nejdi, i cili ka jetuar në shekullin 18. Ai në të vërtet ka jetuar para invazionit të Napoleonit në Egjipt nga fundi i shekullit 18, mirë po porosia e tij synonte të përgjigjet për shkaqet e dobësisë muslimanëve. Domethënë nga shekulli 18, kur ka ardhur Abdul Wahabi, i cili ka qenë një reformator i fesë islame, zonja Iqballe na ke tregu shumë, na tregon sekretin e qetësisë. Do ta tregoj inshallah, e të lexu. Po, isha të lexu se dje kam nis këtë libër, sot me përfundoj. Prandaj e ndava me juve që nga viti 1823, kur Muhammed Abdul Wahabi, që i thënë kjo rryma wahabiste, 823 Abdul Wahabi erzon perandorin osmane dhe krijon shtetin sekular në Arabinë Saudite. I ka sakatu vorajit, jo se ka sakatu, po e ka të regu kulturën e vetë Abdul Wahabi dhe 1823. Oh, përshëndetje, si e zoj? A? A është e djoli këtë prenori? Jo, pronari son. Kua? Se di e kom numrin, apo do në me ta dhonë? Ama për që të thja kam numrin pas pesha. Aha, ani qka me, po duhet ty pronari, a? Po. Rita këshyri kosh, na fani ju lutëm se një kom shike. Po, të kam numrin për pesha. Nuk di me letu. Vjere unë ta shtypi numrin. Hajde të në. Edhe...
e kam ne. Prit, Gjeles, shto kontakt, që do të shkuj të bëj kontakt të ri, ja shkruaj emrin, mandej e filmin e parë. jam e të Po pare, po. Qira avënsi. Si, Gjeles, rriva. Jo e se kitë regjistrume. Që ruaj, që tash këta gjajt e WhatsApp-i, po du shpatron. Qira avënsi, tash ka bona. kam në gjeles, të për në të padi. Përshëndetje, mirë mëngjes, i nderuar, si fjallë me ti? Zarit e Hoxhaj. Zarife Hoxhaj, qira marsja juaj, ku ka dëshirë me kontaktu me juve, ju lutëm thirreni, ose është me pare, pa pare. Ju lutëm thirreni, ju unë jam të e kom live-in e qenën së mundë. Thirreni sa ma shpejt që mundesh, në këtë numër zëni Zarife. Që, tash i shkoj. Ama ti s'ki internet e zë. Po ta del, jo se ki t'lide. Që Molika ti po dhim. Ne pas në rrëtë të tjetë, të pas është për të edhe ne. Këtu pas ka zgjit. Që të lidhësh. Në dash që të lidhë. O ka që. Qira vënësit, preva. E na fani. E kështu pra, Abdul Wahabi është ai i cili ka bërë reforma në Islam në vitin 1823, e ka kriju atë doktrinën e tij wahabiste dhe kështu pra njerëzit kanë fillu pra njerëzit me u afru luksit dhe me u largu Islamit burimor. Siç e dini, luksi më i madh e keni në Arabi Saudite. Dhe largimi më i madh nga Islami burimor e ehlibetit e keni në Arabinë Saudite, sepse Abdul Wahabi e ka nda shtetin arab sekular, atëherë ka kriju, atëherë ka qenë deri atëherë vetëm Arabi, pra ashtu është qujt, Hijazi ka qenë një për qytete, e pastaj është kriju në Ali, e ka nda në dy pjesë Arabin, pra si me emër sekular, e ka bo shtet sekular në administratën e qeverisjes, pra Ali Saud, familja e mbretërore, si që ende ekziston, dhe Ali Alim, edhe familja e djetarve, atyre që japin fetva, që një për djetarve tyre, kur filloi lufta në Palestinë, tha na nuk duhet të përzihemi me çështjet jashtë shtetit ton, pra për Palestinën, edhe kështu që ajo fetva erdhi edhe në Kosovë, erdhi edhe në Shqipëri, pasi që studentët e tonë atje shkollohen, dhe tha na nuk duhet të përzihemi, po t'i ndihmojmë me ndihma humanitare dhe u bë shumë e njoftun që Arabia i ka dërguar ndihma qefina dhe najlona të kaltërt për t'i varrosur shahidat, viktimat e luftës. Prandaj kjo është fytyra e Arabisë Saudite, të cilën e ka krijuar Abdul Wahabi, e ku ne i shkollojmë nxënësit tanë në këtë vend. Dhe ku me shku për që të Madridës. Edhe ka 30 Se s'po shok këtu që mirë, shkrimin, tash më mirë. Ku atje i shkollojmë pra,
Dhe si mas fetvas dekretit të myftiu të Arabisë Saudite, prandaj edhe neve në Kosovë ja majmë hatrin arabëve, të cilët janë të sunduar nga baba i madh, dhe nuk kemi bo edhe na, nuk kemi bo kur një shfar proteste për me ngritë zërin tënë kundër shtypsve. Më zëdë qafire shko thuj nonës tënde. Hajde mjute. Djaloshi thot, unë qarë të luftojnë ndër një veti. Djallë. Po dhe se anë smuta ja. Po e gjithën karti ka pra që të shpia. Anika, hajtë solo rrëve të shpia. Falenderit shmeki. Ani, hajtë dobe. Aleikum selam, Shkodrani. Aleikum selam, AMG Mercedes. Falenderit Adriani, 5 lule, ma shumë jo. Aleikum selam, mirë se na keni ardhur në live-in tim të mëngjesit. Diaz, ajde shko te nona jote, ti nuk e meriton as mute me ta bo, ty duhet blok me ta bo, se e paski gojen e flequr. E shko thuj nonës tënde që ato që na tha neve, mos na shqetëso këtu se i kom shokët e mirë, të ndershëm, musliman, të trima, faleminderit madh. Falenderit madi, respekte dushi gjithashtu, aleikum selam, Sali, respekte Gjergji, uroj të jem mirë. Boja blok të njerëzve, po ju zërë, zakonisht në Facebook i boj të gjithë blok ata të cilët shajnë fjalë të ndyta, se me dhanë kritikën konstruktive nuk ka problem, po kur lidhen me temën, po kur lidhen me personin i cili flet, atër me personin privatsin time, atër i kam, për shembull, Albanian, shko në nëstande, thuja që ato fjallë. Ajde ty blok se nuk e meriton, vetëm mute. Ajde mos na prish Albanian këtu, mos na prish emrin se kemi Albanian shtetin ton. Mos u merë, po bre Mercedes mi fëtësh. Ku e humbur të rish, okej be genci, shko mos rimeni. Faleminderit, Ned. Po, kjo të na ndodhë, ndoshta ata që mirën me fjalë të ndyta, me sharje, në fyerje, ata lëvdërohen, e ndërka që kur ne mundohemi diçka me tregu nga mirësia, nga dituria, aq sa kemi të vogël që e kemi, atër ka njerëzi dhe shahën, po të shamit janë të sharë, prandaj edhe ata janë mësu të shajnë. Njeri i cili shan, ai është i sharë, po neve s'duhet m'javu veshin, duhet me vazhdu jetën. Zonje, e kam një pyetje, a është zinaja gjunahi më i madh? Zinaja do me thonë për ndryshe, më falnim, dua ta përdor, mund detyron ta përdor këtë fjalë, është kurvëria. Në gjuhën shqipe, zinaja i thënë kurvëria, si te mishkujt ashtu edhe te femrat. Normal që është prej gjunaheve, prej mëkateve për të cilat Zoti dënon edhe në këtë botë, pastaj në botën tjetër, por Zoti gjithashtu edhe fal. Gjunahi më i madh është me i bë rival Zotit, që thajmë shirk. Pra, me besu Zotin edhe me besu djali i Zotit, apo kemi edhe shirke të vogla, pra rivalet të vogla, kur ti e don burrin të mërësisht, apo fëmijën, apo pasurin, edhe tanë mundin tënd, jetën tënde, lodhjen, qetësim, gjumin, ja përkushton ati personi,
edhe e harron Zotin. Edhe kjo është një prej shirkeve, rivaleve që i bëjmë Zotit, sepse Zotin e qesim në rend të dytë. Për shembull, ta ka marrë Zoti fëmin, të ka vdek dikush, burri, apo burri ka bo një problem, të ka është nda prej teje, të ka të rastu, ka bo kurvëri e tjera, e tash gruaja qohet si e qartun, çka s'bon, i rrezikon edhe familjen, edhe jetën e vet, edhe fëmijët e vet, në vend se me marr shumë qetë atë ndodhi, me gjak ftohtësi, edhe pse jo, nëse një mashkull është bën kurvëri, ai nuk e meriton një grua të ndershme, gjithashtu edhe për gruan. Prandaj Zoti në Kur'an thot, lavirin martojeni me laviren, të ndershmin me të ndershmin. Prandaj është prej mëkateve që e shkatëron njëherë numër 1 profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, thot ata të cilët merren me amoralitet, me kurvëri, Allahu së pari ja hub nurin prej fytyrës tyre, kadal, ja hub lumturin, pastaj ja merr shëndetin dhe më vonë ja merr edhe pasurinë. Këto janë 3 gjëra më të çmueshme tek njeriu, pra mos të kesh lumturi, se një person i cili tradhton me një grua tjetër, normal që lumturia e tij fillon të zbehet, fillon të humb autoritetin te gruaja, te fëmijët e tij, te nusja, te rejat e veta, dhe më nuk ndihen afërsinë si me familjen, si me shoqërinë, e të tjera. Smundja gjithashtu ka smundje që Zoti don me na sprovu, por ka edhe smundje të cilat ne i krijojmë. Për shembull, si dhe pasuria. Normal që gruaja të don me pa interes, por edhe me interesin që e ka për hir të familjes, për me kriju familjen, për me kriju një gjallëni, ndërka që ato të dashurat, ato shikojnë vetëm me të shfrytzu. Në momentin kur e sheh që te ti nuk ka asgjë, atëherë bile ajo këqyrqësh me të shotirat, sepse nuk don mu bë shërbëtorja jote, nuk don mu bë motra medicinale jotja, ndërka që gruaja e merr përgjegjësi. Faleminderit, jeni çfarë kryetare vrehet, pash Zotin që mirë jam që të qërë u kënaqa me libra të lexu, që natyra e bukur, që tu me 20 euro natën, këtu e kalon njeri e ki kuzhinën, i ki këtë kushtet super të mira, edhe besoni hala as një drek që 4 net jom, as la as një drek se kom hangër në restoran, veç njani me gruën e vetë tha, vallat kemi fans. Hajt, thash, mirë, faleminderit, ula me pi një kafe, ma ndema përësite një drek. E që shtu. Hello, hajde shko të gjuna qartë e tu, me të ngu ty hin gjuna. Hajde vla jem, hajde se vla me të thanë nuk e meriton. Kjo është ka Brezovica. A është gjëna me pas borgje të ta Iqbal. Shiko, nuk është gjëna me pas borgje, por kur e merr borgjin, du të me shkrujt, faleminderit Tigris, Zotit Zot. Nuk është pra gjëna me pas borgje, po kur e merr borgjin, është një verset kuranor në surën Bekare, është një verset, një ajet, pra një fjali e gjatë është sa një faqe e Kuranit. Aty të regon se duhet me marë borgjin edhe pa tjetër duhet me shkrujt, edhe me nënshkrujt 2 palet. Tash ti e merë borgjin edhe e shkrun datën, për shembull deri ka me ta e marë borgjin qershor deri në vitin e ri ka me ta kthy. Dhe mundësin që ose bëj ma herët ta kthej borgjin. Por nëse nuk mundesh, atë pra për të rihet kontrata edhe e shkrun që po e zgjas këtë borgj, si mas Kuranit, po flas, po e zgjas edhe 3 muaj, edhe 4 muaj, me marrëveshje me personin. Por ai që të ka dhënë borxh, nëse e sheh që ti me të vërtet nuk po mundesh me kthy borxhin,
është shumë sevap, ose m'ja zgjat për ta jetën, mi thonë mi jep kapak, me largu prej atij stresit borxhliun, ose me mund me ja fal. Ka raste kur ata që japin borxh janë pasanika dhe në fund vitit e llogarisin mallin e vet, edhe i bjerë për shembull me dhon zekat, për shembull i bjerë prej nëse i kanë nejt 10.000 euro, i kanë nejt pa prik, përveç argjimeve që ka bo, i kanë nejt pa u prikur 10.000 euro, atëherë 2.5, 250 euro duhet me dhënë zekat, fukarave. Edhe në këtë rast, ai hua dhënësi që ka dhënë huan, e ka shumë sevap që qatë zekatin e vetë me ja dhënë qati hua marsi, qati që ka marrë hua, që ka marrë borxh. Kush ja lehtëson borxhin e dikujt, Allahu kam ja lehtësu jetën e tij edhe kam ja shtu bereqetin e tij. Por kjo është sa i përket borxhit, por ka raste për shembull, na nuk i respektojmë rregullat e sheriatit, rregullat, normat e Zotit që na ka tregu Zoti. Ka raste për shembull kur unë e kam marrë një borxh edhe nuk e kam shkrujt. Edhe nëse vjen, unë po vdes, edhe nëse vjen ai huadhënsi, qaj që ma ka dhënë qatë borxhin, për shembull një 500 euro, edhe vjen të djali jem, edhe ose vajza jeme, ose të burri jem, thotë, valla, borxhin nuk ma ke kthy. Baba jot, ose nëna jote ka vdek, po ma ka pas borxh 500 euro. Ndërkaq unë nuk kam lënë testament, nuk i kam thënë fëmijëve që filanit i kam borxh 500 euro. Edhe vjen ky borxhliu mas vdekjes time e kërkon borxhin prej djalit tem ose vajzës time. Atëherë, nëse nuk është e shkrume që unë kam marrë borxh dikujt filanit, atëherë fëmijët e mi nuk janë obligativ me kthy borxhin. Për arsye se nuk është respektu fjala e Zotit, si nga hua dhënësi, si nga hua marrësi. Prandaj kjo është në mëshirën e njerëzve, por fëmijët e mi, nëse unë e kam borxh edhe nuk e kam lajmëru, nuk e kam shkrujt, atëherë fëmijët e mi nuk ndihen obligativ me kthy borxhin. Por, ka disa thaljet profetit, ata të cilët vdesin me borxh edhe me qëllim që se kanë pas as një jetë me pagu atë borxhin, deri në ditë të kiametit kanë me qenë të ngushtuar, të lidhur, duart kanë mi pas shpirtnisht kanë me qenë i lidhur. Është edhe rasti tjetër për borxhin, shumë një pyetje të mire banët, edhe do ta bëj kutkat këtë, do ta qes në vallin tim. Nëse, para se të kaloj te kjo, edhe në për banka për shembull, kur marrim borxh, gjithmonë duhet me tregu trashëgimtarët, kanë ki vajzë apo djalë në mënyrë edhe me nënshkru që nëse mas vdekjes time unë nuk mundem me kthy borxhin, kanë me më pas përgjegjësi edhe fëmijët e mi. Tjetër, nëse për shembull unë i kam borxh Hatixhës, borxh 500 euro, edhe unë kam parat e mia, mirë po kam 1.000 euro, po më rrin fjok në sirtar, dhe unë nuk po du m'ja dhanë. Mirë po këndej po falin namaz. Nëse ke para që të rrinë edhe e ke borxhin të dikush dhe nuk ja jep, në atë kohë namazi yt nuk është kabul. Prandaj, e kotë është ti që falësh namazin. Pra duhet me ja dhënë borxhin, mandej me falë namazin. Për ndryshe, namazi yt nuk të pranohet, me mëngjesi që i ka dugaxhin. Okej, ajde ti devijuar, shko te nona jote atje, merr fetva prej asaj. Po pra shumë e vërtet, mirë po i nderuar zotëri kosovare, pra shumë e vërtet, për borxhi është që ka thënë turpi ditës
humbja e gjumit të natës. Nuk është kollaj kur ki borxh, por edhe kjo është një sprovë, më varet për çka e ke marrë borxhin. Nëse e ke marrë për ushqim, për me pas një shtëpi, për me pas ku me fut kokën, nuk e ke marrë për ndaj luks ose diçka tjetër, Allahu të ndihmon. Por është pak breng, mirë po ka dua të posaçme për largimin e borxhit. Prandaj të kisha thonë, më shkruaj në numrin tim 044 509 200, pra në WhatsApp, mos thirrni se nuk ju hapi, se më thirrin gati 100 veta gjatë ditës, por më shkruani në këtë numër 044 509 200, e keni edhe te profili im aty te TikToku, dhe pastaj unë do t'ju tregoj se si duhet ta lutni Zotin që ai t'ju hap rrugët e bereqetit, edhe ta ktheni borxhin sa më shpejt, sepse ka raste kur risku ndalet në një shtëpi, ose për shkak mësyshit, sepse shumë e ka ekspozu veten, shumë e ka lëvdu veten, ose për shkak se ka ndonjë mallkim. Mallkim mundet me qenë jo vetëm mallkimi me gojë, por për shembull motra është në kushte të vështira jetese, ndërka që vllau e ka kriju, e ka shumë fishu pasuninë e babës, në të cilën pasuni është edhe pasunia e motrës, dhe gjërisa motra jote vun, edhe ti ja mban pasuninë e motrës tënde, në atë shtëpi gjithmonë ka me pas mallkim. Gjithmonë ka me pas mallkim. Por gjithashtu edhe mallkimi në fejesa, në martesa, nuk arrihet kjo. Është e vështërsume kjo puna e fejesave, martesave, edhe kjo mundet me qenë mallkim. Zoti, në profeti na mëson se kur gruaja e mallkon burrin, edhe pse është mallkimi një prej gjanave shumë të shëmtuara dhe nuk preferohet, sepse Zoti ka thënë, la'netullahi ale dhalimin, mallkimi i Zotit qoftë përmbi zullumçarët. Pra Zoti mallkon njerëzit që janë zullumçarë. Po e shihni edhe Izraili çka po ndodh. Pra i ka arrit mallkimi i Zotit, sepse ata kanë qenë populli më i zgjedhur në kohën e Musës. Dhe ende sot kemi jehudi, jevrej, të cilët kanë dalë krah për krah me Palestinën, me luftu, me bo protesta në përbot, mirë po ja që mallkimi i Zotit ka arritur mbi popullin zullumçar, se të cilët e kanë për krah dhunën ndaj të shtypërve. E kanë bo krime të mëdha, jo vetëm në Palestinë, po në tërë vendet muslimane ku janë të kolonializuara. Prandaj edhe kur është rasti tek fejesat, martesat, jo vetëm edhe të bereqeti pse humbën familje, mundet me qenë familja e mallkuar, për arsye jo të babës apo të nanës, po për arsye se na nuk e dim ku kemi gabu. Prandaj kë jemi duke e shtypur, sepse mallkimi është përmbi zullumçarët, Zoti thot. La'netullahi ale dhalimin. Mallkimi i Zotit qoftë përmbi zullumçarët. Dhe kjo i bie se zullumçar nuk do me thonë tiran vetëm me kap pushkën edhe me luftu me bomba, me shkatrime. Po edhe baba mundet me qenë zullumçar ndaj nanës tënde, shtypës pra. Edhe baba mundet me qenë shtypës ndaj evlatëve të vet. Për shembull është zullumçar sepse ai nuk e ka nda hisën simas fjalës Allahut, po e ka shiku se si e ka shiku edhe e ka praktiku traditën e lek dugaxhinit për shembull, e kanunit, i cili femrës vajzës nuk i jep asgjë, ose mundet me kap mallkimi babën edhe pasuninë e vllaut ose të motrës në këtë rast, nëse motra ngren kokë edhe thot që
unë du me ndasin bashkë Kushtetutës Kosovës, 50 djali, 50 vajza. Prandaj, këtu në këtë rast, motra është zullumqare, sepse nuk e ka dëgju fjalën e Zotit, që mi marë prej 100.000 eurove, 33.000 e vlau 66.000, pra 2 ise i marë vlau, 1 ise motra, po ajo e ka respektu ligjin e Kushtetutës Kosovës me këta advokatët të cilët e kanë shkrujt në kundërshtim me ligjin e Zotit. E në këtë rast, motrën mundët me kap mallkimi sepse e ka dëmtu vllaun. Po në Kosovë, kur e sheh që diçka nuk po të shkon puna mirë, besoni pastrojeni pasurinë tuaj, se në atë moment, vetëm që e bën një jetin, me pastru pasurinë tënde, se ndoshta baba jot nuk ka ditë, nuk ka pas një uri, baba jot veç ka qenë musliman me emër, po ma shumë i ka boj hizmet kanunit, traditës se sa fjalës Zotit, atëherë s'paku ti ngritu, për me të shtu pasunia, për me të shtu bereqeti, shëndeti, jeta, lumturia, duhet me largu mallkimin nga shtëpia. Ndërsa tek rinia, nëse gruaja e mallkon burrin, atë burr ka me zon nema e gruas. Ndërka që nëse burri e mallkon gruan, nuk e zën nema gruan. Për arsye se burri në ajetin kuranor 4:24, Allahu e ka bo përgjegjës për gratë e veta. Prandaj nuk ka nevoj burri me mallku gruan e tij të padëgjushme apo problematike. Por burri mirë krijon familje të mira. Prandaj nëse nuk mundesh me kriju një familje të mirë me një grua të cilën e ke, mos e bën jetën tënde xhehenem. Mos e bën jetën tënde xhehenem. Gjeje lutju Zotit që Allahu të ta rregulloj punën tënde dhe tregoja në sy gruas tënde, më fal zemër, por unë ma nuk po mundem. Ti mu nuk po më plotson. Ti mu kështu po ma ban. Kështu që s'ki nevoj me nem, po ki nevoj me u marrë vesh me ta, edhe ajo me ullë kokën pak, edhe me këshyrë, pse une nuk po e plotsoj burrin, pse burri im nuk është i kënaqur, mos shikoni me bo jetën xhehenem për shkak pasunisë. Leja, gratë e padëgjushme nuk e meritojnë burrënin tënde, nuk e meritojnë dashurin tënde, nuk e meritojnë për kushtimin tënd, për familjen që e ke. Prandaj, Zoti ty ta ka dhënë mundësin me kriju familje tjetër, lene atë familjen, lene pasunin, se zaten për një grua të keqe nuk krijohet familja e mirë. Prandaj, edhe puna e mallkimit është shumë e dëmshme për neve. Keni kujdes. Unë s'kam marrë borxh, ma kanë marrë borxh. Të kanë marrë borxh, normal, nëse ty nuk ta japin borxhin dhe ki argumente që ke dhënë borxhin, ti je në rrehak të fëmijëve tu, se atë borxh, ato para, duhet me i shiju familja jote e jo tjetër kush. Por nëse është ai që s'ka kur gjë për me ta kthy borxhin, atëherë duhet me lutë Zotin, ati Zoti m'ja mundësu që me ta kthy borxhin, e ty me ta shtu Zoti pasurin, qose mundësh me ja falja, nëse veç e sheh, qose mundësh me ja shty afatin, që mi thonë, derisa ti jesh gjallë, fëmijët e tu ma kanë borxh, thuja, por nëse veç ki fakte, ki letra, që keni nënshkru, keni argumente që ai ta ka borxhin, e pranon që të ka borxh, atëherë mas mirë ti duhet me shku nga aspekti i ligjit, duhet me bë denoncim, sepse ai është hak i fëmijëve tu, edhe ai duhet me t'u kthy patjetër, e kur e denoncon
pastaj në gjykat, atëherë gjykata e ka punën e vet dhe e shikon, ja konfiskon a shtëpinë, a veturën, a çka ka dhe është haki jot vëllai i nderuar. Prandaj Zoti thot në Kur'an në surën 4 148 thot mos flisni keq për njëri tjetrin përveç kur ju bojnë padrejtësi. Prandaj nëse ai ty të bën padrejtësi dhe nuk ta kthen borxhin, e ka shtëpi, e ka vetur, e ka ndonjë idare, atëherë dhe nuk e pranon borxhin, atëherë ti ke me dhënë përgjegjësi para Zotit pse nuk e ke ngrejt zërin tënd me kërku të drejtën tënde. Pra 4 148. Mos flisni keq për njëri tjetrin, përveç ai mundet me fol keq një person për tjetrin, përveç kur i bëhet pa drejtësia. Më fal, a është e lejuar mu martu me çikën e migjës se shumica hoxhallarëve thojnë që mundet. Shiko, ky verset kuranor direkt nuk ka që mundesh me u martu me çikën e migjës, çikën e dajës, tezës e tjerë. Mirë po, verset kuranor në Kuran ka 4:23, Surja Nisa, verseti 23, tregohet një mashkull me kë nuk mundet me u martu. Pra nuk mundet me u martu, ja nis prej nanës, prej motrës, prej çikës vllaut, prej çikës motrës, pra daja, axhi bjer, prej njerkës, prej tezeve, pra prej tezeve nuk mund me bë martesë, hallave e tjera. Pra, ose prej motrës që i ka dhënë gji, për shembull, unë i kam dhënë gji një fëmijët kojshise se përpara s'kan pas ushimet këto artificiale apo qumshtin e lopës, nuk i kanë dhënë njeri o qumshtin e lopës fëmijëve, edhe i kanë qu me dhënë me ushqy me gji, sikurse profeti Muhammed që ka shku në mal, kur ka qenë si fëmijë, për me qenë ma i shëndeshëm dhe halimja i ka dhënë gji. Pra, në versetin 23 të surës 4 tregohet se me kë nuk mundet me u martu. Që i bjerë me të tjerët, edhe qika axhës, edhe qika dajës, edhe qika tezës, e të tjerë të gjitha i ka të lejuara, por nuk i ka të ndaluara, por nuk i ka edhe të obliguara. Prandaj nuk është patjetër ti me u martu me çikën e axhës, me çikën e dajës, me çikën e tezës. Por në dietarët musliman thonë, nëse një zakon, sikur të na në tojet tona shqiptare, ekziston në kanuni që duhet me u martu 9 breza më larg, atëherë kjo lejes, apo mund të themi kjo lejes kuranore për neve është haram, është ndaluar. Na pra si shqiptar e kemi të ndaluar me u martu për qik dajës, qik tezës, qik axhës e tjera me djalë të axhës, për arsye se kanuni urfa i thëjnë, urfa, pra kanuni ati vendit nuk e lejon, edhe na si shqiptar e kemi të ndaluar, sepse nuk është urdhëres. Urdhëres është që vllau, baba mja da hisën motrës, mja da hisën qikës edhe djalit 2 hise, qikës 1 hise. Nëse në kanunin e lekës thuhet që vajzës nuk duhet mi dhënë hise, se ajo është dera huj, atëherë Kurani këtu është përmbi kanunin, sepse është urdhëres obligative me ada hisën si qikës i djalit, pra në atë mënyrën 2 hise me 1 hise. Dhe këtu, ky ajet kuranor është përmbi kanunin e lek dugaxhimit. Ndërka që hoxhallarët të cilët flasin, le ta pyesin veten se ju pyetni a ja kanë dhënë motrave të veta hisën, e që po hisët që kanë marrë prej babës,
që unë ju garantoj 90% që hoxhallarëve nuk ja kanë dhënë hisën motrave të veta. Hala jetojnë me hisën e hallave të veta. A kanë kry fakultete, kanë kry shkollat sheriatit, ndërka që hallës vet ja kanë marrë hisën. Ja kanë marrë hisën e nga ana tjetër flasin për martesat me qikën e axhës, e qikën e dajës, e pallavra. Nuk ka jetë kuranor, nuk është obligative, ligji i kanunit është më i vlefshëm se sa ligji i Kuranit në këtë rast, i cili nuk ekziston, që thot martojo me qikën e axhës, martojo me qikën e dajës, por ai thot me kë nuk mund të martohesh. Besoj se kam qenë e qartë. Fabriz, hajde shko nënës tonë dhe thuja që ato fjalë. Hajde dhe cili nënës tonë dhe në ftyrë, shko se s'të pas ka eduku. Qika Dugaxhinit, faleminderit për ndihmën. Krejtçoj në Dubai, të bëna moderatore vetëm për mute, s'ka nevojë për blok. Faleminderit për ndihmën. Çka kokë rrept, oj qika Dugaxhinit. Faleminderit Arti, lumturi e faleminderit zemra, mos u harxho. Kështu pra, ishte një pyetje interesante, mos o brengosni, na jemi shqiptar, mbi të gjitha, pastaj jemi edhe musliman. Faleminderit Zeynep, përshëndetje Belgjika. Përshëndetje lumturi këtu nga Kosova. Selam Barbarosa. Aleikum selam. Lumturi e Zotit ashtu, s'ka nevojë zemra mos u harxhon. Arbin, aleikum selam, vlla i nderuar. KLYPZ, nuk munda me i lexu komentet e tua, kërkoj falje. Bravo, faleminderit. Hajde edhe ty një blokun e ty ta bëj. Se unë nuk jam talibane, unë jam shqiptare. Kosovare muslimane. A është e vërtet që bëhen vëllezër nëse thithin fëmijët nëna tjera? Po, për shembull në Arabi, pasi që me Kur'an, siç tham, mundet me marrë djalin e tezës, po nuk është ajet që tamam e tregon që është mirë, po është e lejume, nuk është e ndalume. Ka raste kur dy motrat nuk kanë dëshirë fëmijët e vet me ju martu me zveti. Atëherë motra, fëmis e merr fëmin e motrës, nëse janë kohën e gjithënjes të dy motrat, atëherë njëna tjetrën e marrin fëmis motrës, ja jep gjinin, dhe s'po më kujtohet sa të thithura, më duket 40 të thithura me gojën plot, më duket, s'jam sigurt, kërkoj falje, atëherë me gojën plot me qumësht, atëherë ato janë si motër e vëlla. Aleikum selam, se fshet të fiku i nderuari vëlla. Çfarë mund të jetë nëse nuk ki fat? Arbin Debreshi,
Fati është shkon paralel me lutjen. Na faleminderit afro e tjera. Faleminderit. Pra fati edhe lutja duhet me pas një ekuilibër, një peshore. Të dyja të shkojnë barabar. Na mundemi me punu ditë e natë, por nuk kemi fat. Prandaj, kur na i drejtohemi Zotit me lutje i ndërtohemi, i drejtohemi në mëngjes, që edhe që nuk e falë namazin, lutja është hapi i parë, kontakt me Zotin. O Zot, më udhëzo në rrugë të drejtë, o Zot, falenderoj për këto të mira që mi ke dhënë. Ngritesh mëngjes e hap dritarën. O Zot, faleminderit për jetën që ma ke dhënë. Ta shoh këtë qiellin e bukur, krijimin tënd. O Zot, të lutem, më jep fat në jetë. O Zot, ti je shumë fisnik, ti je shumë bujar. Prandaj mos e kurse, o Allah, mos e kurse mirësitë e tua në punët e mia të jetës. O Zot, ma lehtëso jetën time. O Zot, mos mi vështërso punët e mia. O Zot, të lutem, nëse e sheh të mirë për të mirën time në këtë punë, o Zot, të lutem, më lehtëso punën time. O Zot, më jep bereqet në punën time, më jep fat në jetën time. E tjera, faleminderit, ylli është i Zotit, unë jam vetëm në shërbim. E kështu, pra fati nuk vjen vetë, fati shkon barabart me lutje, fati shkon barabart me sadaka. Nëse do në me pas fat në dishka, po do në me u taku me një djalë, apo me një vajzë, edhe ndoshta kretë mirat i ke, po ja që e ke një belbzim, ose diçka që asaj mundet me i pengu. Edhe ti vetëm aty lu në rol fati, që se ti flet fjalë ashtë mira, ajo ka mu dashuru në fjalët e tua. E ato fjalët e tua dalin nga goja jote, për arsye se Zoti i dërgon engjëjt, thot flisni me gojen e saj. Prandaj thom që lutja është hapi par i lidhjes me Zotin. E Zoti thot, kur unë filloj ta dua, faleminderit broker, mirëmëngjesi, kur filloj unë ta dua robin tim, atëherë thot, çka prek dora ime ka me prek dora ti, çka sheh syri im ka me pa syri ti, çka don Allahu ka me u bote ti. Kjo pra Zoti nuk ka dorë, nuk ka sy, po kjo është në mënyrë figurative. Prandaj, na gjithmonë duhet me luftu për ato, na si pyete për fatin, që gjithmonë fati me shku me lutje. Ti, ndoshta një punë sot ke pas me kry për 10 orë, por nëse ti asaj punës tënde ja ke bashkangjit lutjen pa ndërprej, o Zot, ja feta, o Zot, ma jep zgjidhje në këtë punë se nuk po më hec, nuk po më shkon puna mirë. Emrat e Zotit i keni në 99, ose ki atë fjallën e epitetin, emrin, atributin e Zotit, ja Rezak, o furnizues, o ti që na furnizon me pasuni, me pare, me ushim. Pra, gjithmonë fati shkon me lutjen. A ti e ki një punë 8 orë mundesh me bo, po në qëse ti e lutë Zotit, ajo punë ka me të ndihmu Zotit, ka me të dhënë forcen, ka me të zgjedh, ka me të qelë rrugët që ti ndoshta ki me kry atë punën për 4 orë, edhe nuk ki mu lodh, edhe ki me qeni lumëtër. A kështu, kur je pa Zotin, ti ki me kry atë punën normal, se e ki përgjithësi, po ki me pas siklet, ki me pas lodhje, ki me pas stres. Mbjeshtit besimtar i marrin punët krejt qetë, sepse ajo që ka është e shkërume prej Zotit me në ndodh, ajo ka me në ndodh, por ajo është e varur. Kështu, çdo gjë është e varur, një ditë ka me zbrit të ti, por nëse ti i lutesh Zotit, o Zot, të lutëm bre, më ndihmo, të lutëm më lehtëso punën time, të lutëm mi largon nga unë njerëzit e këqij, mishterit e këqij, mos mi qo, o Zot. Prandaj, fati është barabart me lutjen. Pse lutjen? Faleminderit lumturie.
Faleminderit Allahu të shpërbleft. Nuk e di këtë qenë, po faleminderit. Prandaj gjithmonë lidhuni me Zotin. Nuk është lidhja me Zotin vetëm me namaz. Lidhja me Zotin bëhet kur e japish një sadaka. Në botën islame gjithmonë e kanë një si kas të vogël të parave, edhe tanë vitin i mësojnë nënat fëmijët. Për shembull sot ka me shku djalin provim, edhe thot e qet aty 1 euro, 50 cent, o Zot më ndihmo, o Zot, po, me njëherë e qet sadakan. E ka pa një ëndër të keqe, me njëherë e qet në atë kasën e vetë sadakan, e bën një jetë. Kanë met naj pare, anash ande këndej, mos kalon dita pa dhënë sadaka, dita është mëkat me të kalu pas sadaka. Ama sa mundesh me dhënë, sa ki mundësin 10 cent me dhënë, sadaka e kitë mjaftushëm. Ju lutem krejt i baj namaz, krejt po ëndrat shumë po shoh, si film, dhe tanë i ba ment, ju lutem bo. Shiko, ëndrat janë të disa lloje, ëndra vinë disa ëndra për shkak shqetësimeve ditës që i ki. Do me thënë, e ngarkon vetën, e ngarkon kokën tënde me disa gjona që nuk janë dorën tënde. Në dorën tënde është vetëm lutja e Zotit, vetëm ju lutë Zotit. Sepse Zoti ka thonë, o du jestajib lekum, më thirrni mua, unë jam aty. Prandaj, na krejt sendet, Zoti më falni, krejt sendet në këtë botë i ka, krejt mundësit i ka në këtë botë. Çka do na i ban, por ja që neve po na lut, sepse neve e kemi një send, një gjë e të cilën në Zoti nuk e ka. Ajo është me 5 shkronja. L-U-T-J-A. Lutja, Zoti s'ka kujt me ju lut. Prandaj ju, jo vetëm për ëndrimet që të pengojnë, po për çdo send në jetë lutja është çelësi i të gjitha dyerve të cilat Zoti ty t'i hap për me ta ndryshu jetën. Prandaj, nëse ndron si film ato ëndrat, me siguri, ose e ke hap TikTokun gjithë natën të ka nejt edhe qel hapur, ose nuk e ki dyshekun e pastër, dyshekun duhet me pas pastër, ose ke pas shumë shqetësime në gjatë ditës, ose ke pas shumë brenga gjatë ditës. Për shembull, pse nuk na merr gjumi, sepse kur fillojmë na me flejt, normal duhet me përtri bindjen tonë. 3 herë duhet me thënë kul huwallahu ahad, Allahu samed, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Me dëshmu edhe njerë, thuaj, kujt po i thot Zoti, kul, thuaj o Iqbale, thuaj, kul huwallahu ahad, thuaj, Allahu është një. Po unë e di bre, kom thonë shahadetin, e shahaduen la ilaha illallah, ve shahaduen ne Muhammedur Rasulullah, e kom thonë unë e shahadetin. Po, pse bre Zoti, po më thot, pejgamberi po na thot që duhet kur të bim me flejt, me thonë kul huwallahu, në surën Ikhlas, sinceritetin. Kjo është për me përtëri bindjen tënde. Na e dim që teknologjia na ka zaptu, këta ja thëmë edhe vetës, por najherë duhet me scrollit edhe me të marrë gjumi me telefon në dorë. Kjo është shprehi shumë e keqe, prandaj duhet 40 ditë telefonin e juj me lonë në kuzhinë, jo në dhëmë ditës. Sepse kur qosh mëngjes, wap me njerë, tak, pe kap telefonin, kreativiteti jot po humbët kret, sepse ti atë mendjen e qetësu me të pastë në vend se me këqyri det, çka me bo sot, ku me shku, çka me shku, ti tak, po kapësh me rastin e Palestinës, rastin e Izraelit, rastin e ka mytë në Gjakove, ka bo në Kosove, ka bo ato këta, krejti dete tua po të shkatërohen, dita po të shkatërohen, edhe nata gjithashtu. Prandaj, kur bjerë, para se me na me flejt, para se me scrollit, thujeti kul huvallahun,
3 herë, elhamin 1 herë, felekin nasin, që të dova që i din, ama kul huvallahu në ihlasin pa tjetër, se ti duhet me përtri bindjen tënde. Prandaj, kur e thu këta, edhe nëse scrollit edhe të merë gjumi me telefon, s'ki qka me bo, derisa ta hekish këtë shprehin, ti e ke vërtetu bindjen tënde, se ndoshta gjatë ditës, ka ndodhë dishka, jo djalit, jo vajzës, jo burrit, ka thirë zoni 2-3 herë, ti as nuk ja ke vu mendën e zonit, s'pako nuk e ke respektu, munal në rrugë. Allahume salli ala Muhammed, vali Muhammed. Dhe më thonë, ti e ke zbeh besimin tonë çdo ditë ma shumë. Pa ma unë po falin namaz. Me qindra miliona njerëz falin namaz, po nuk e kanë të pranuar. Sepse namazit të pranohet kur ti përkushtohesh Zotit, kur mrenda 5 minutave që bën namazin, Zoti thot mleni bre mos më rivalizoni, mos më bëni rival, mos më futni fëmijët, mos më fut pasunin, shoqnin, punën, 5 minuta veç merru me mu. Prandaj edhe ka namaze që nuk pranohen. E ëndrat janë kësi lloj, ëndrat janë pasqyrim, përjetim i ditën e ki të shkatëruar e ke ngarku kukën tënde me gajle, me probleme, normal që edhe natën keme pas të tillë. Por, ka ëndra që janë udhërëfyese. Për shembull, te kush ndodhin këto? Ndodhin këto te profetët, ndodhin te njerëzit e mirë, ndodhin te zemrat e pastërta, ndodhin te njerëzit të cilët e lutin Zotin për m'ia dhënë udhërëfim. E këto ëndra, edhe me i pa, këto nuk janë film, këto janë shkurta dhe kanë domethënie. Dhe lirisht shkoni në ChatGPT, sepse unë e kam edhe librin, po e kam pa që e njëjti libër ishte edhe në ChatGPT. Edhe shkruan aty për shembull, në ChatGPT, të lutem ma komento ëndrën sipas ehli bejtit, sepse unë si shtash, burimi i islamit është ehli bejti, familja e profetit, e jo shokët e profetit që ka na mësojnë, apo tabinet e tabinet ata që kanë ardhur ma vonë. Na duhet mu kap për familjen e profetit. Edhe shkruan ChatGPT, të lutem ma komento këtë ëndër sipas ehli bejtit. Edhe aty ka me ta tregu komplet ëndrën çka do me thonë. Ama jo ëndrën që e ke pas si film, që nuk ka do me thonje. Po për shembull e ke pa një ëndër, Samiri ehli bejtin po e shon, po ka me ta thy qafën ehli bejti ty. Ty blok du të me ta bo, se ti nuk e meriton këtu me dëgju këto ligjerata. Prandaj të nderuar miq, ëndrën kur e sheh, edhe e ta komenton ehli bejti, që është temeli i fesë islame. Shkruan aty, për shembull, e ke pa vetin tu hangër buk. E ke pa vetin, për shembull, unë djalin e kom pa në ëndër qysh kam shku me kërku me një vend ka pas me mia veta, si dit kiameti, dhe unë kam shku të ato vendet ku i lajnë gjenazët, edhe po e lypi djalin tem me qëllimin, a i ka vdek para 3 vjetve, me qëllimin që mos pe gjaj, ndoshta nuk ka vdek. Me burrin tem, po shkojmë edhe krejt ujë, stërpikat, lakt, toka, po i lajnë gjenazët, po djalin tem kërkun të së pesho. Unë e pëthom, jo, s'ka vdek djali jem. Edhe mande kur pesho një familje, e kishin kap për krahu, djalin tem i shnosh, i bukur. Jo për krahu, po hec me qatë familjen. Edhe unë e pash, edhe i thash asaj familjes, thash, të lutëm, kjo nuk është i juji, kjo është djali jem. E si më pa djali, erdi edhe më përqafi edhe mu, edhe babën e vetë. Edhe mandej që ka tha, hajde tha, shpet, jojnë mami, tha, unë s'kom vdek, tha, po që kom hup dikun, tha, po s'kom vdek. Edhe kapje, përqafi babën e vetë, përqafi mu, edhe tha, shpet, tha, të shkojmë të tezja shadije. Sepse që motra jeme i ka dhënë gjithë djalit, edhe ajo shumë këndon, që është e martum për atë Sirianin, cilin e fatë keqi kemi prish relacionet. Ai ka prish se unë e flas me motrën. Po, thot shkojmë t'i kallëzojmë tezës shadije, se ato e ka pas si non,
edhe ajo tankoni këndon salavate, kuran, hatme, e shumë e radhë. Edhe këshyra aty në ChatGPT thash, djalin e vdekur para 3 viteve, se duhet pak mja spjegu, jo vetëm hajt. Djalin e vdekur para 3 viteve, kështu, kam shkoj, kam kërku dhe ai ka qenë i gjallë. Edhe i bukur dhe i shëndosh. Tha, djali juaj i ka kalu të gjitha pyetjet, përgjegjet, i ka kalu të gjitha ato etapat në varë, në jetën berza, dhe tani është në dritën, faleminderit, në dritën në mëshirën e Zotit. Dhe është shumë i lumtur në botën ku jeton. Edhe kështu, pra, andrat kur dëshironi me i komentu, mos shkoni me i lyp në për website-et pa lidhje, po shkoni në ChatGPT dhe shkroni ma komento ëndrën si pas ehli bejtit. Që ka të gaxhinit, faleminderit. Të falutje. Dhe edhe të ëndra dhe pak, do më thonë njën ëndrat udhërëfyse. Para 10 vjetë isha kom qenë një 10 ditë në Iran për një konferencë. Edhe buri ka qenë tjetër ishte në dukët, tjetër shtet ka qenë, edhe ai ka qenë për punë të vetat biznesit. Edhe ishte një acari fort shumë. Edhe kemi pru mjeshtrit, krejt, banja, na të mendu kanë kërsit ato gypat e ujit bardh, po krejt uj i zi, krejt komplet u ka bloku banjo, 2 banjot nalt, poshtë, uj i filloj me dal në banjo, katastrof, i thirshim mjeshtri, 4-5 lloj mjeshtër, sen. Kurgjo s'ka zgjedhje, një javë dit u detyrova me shku me flajt në institut, se s'ka. Ishte acari madh, edhe fala 2 rekat namaz, thash, o Zot, thash, të lutëm, unë e kryta punën teme. Thash, as mjeshtit nuk po din të lutëm, a jep një isharet, na jep një shen. Edhe, veç kur e pash ëndrën në ëndër pra, e përjetova, se i kisha marrë 2 kofa uj val të nxehtë, edhe po vrapoj kështu në probor, e kemi një WC jashtë, WC-ja e oborit, jashtë, edhe unë aty i gjujsha ujin me nxehtë në WC. Kur unë ngrita më mëngjes, tash, opa, u zgjat problemi. Shkova mora uj si në ëndër dhe i gjujta në WC-n e oborit. Edhe filloj aty pra në qatë gyp, ishë mbledh uji, është bo aku, ishë mbledh uji, që aty i futa ujin e nxehtë, edhe kaloj, edhe u lirun të 2 banje. Prandaj, këto janë llojet e ëndrave. Po, këto ëndra udhërëfyse duhet patjetër me qenë njëri shumë i pastër, prej mendimeve të këqija, prej mëkateve e tjera e tjera. Për me pas fëmijë, nëse tha çfarë lutje është për me pas fëmijë. Nëse i ke mirë punët me mjekësi, pra si burri si gruaja, apo keni ndonjë defekt të vogël, por që ka shpresë, mjeku thotë që nuk është problem, ajo mundet mu zgjidh ai problemi, atëherë unë të preferoj të më thrasësh në telefon 044 509 200 dhe më falë, jo me më folë, po me më shkrujt në telefon, në WhatsApp, sepse nuk e hapi ju që thirrni, numrat që nuk i njoh nuk i hapi, sepse kam 100 thirrje gjatë ditës. Kështu që e kam mute atë zonin edhe nuk i shikoj. Po nëse shkruni në WhatsApp, ose ju vjen vështirë me shkrujt e shtypni atë simbolin aty, shenjen e mikrofonit dhe flisni me zë përmes mikrofonit, atëherë unë ju tregoj se çka duhet bani. Duhet do me thonë 3 ditë me agjiru burri, 4 ditë gruaja me agjiru, me qatë njetin edhe në iftar, me marrë atë gotën edhe me fry në gotë,
Ja musawwiru, ja musawwiru, ja musawwiru. 21 herë. Do më thonë, gjithsej 3 ditë pra të burrit, edhe 4 ditë të gruas, pra gruaja 7 ditë rresht, agjeron, edhe thot këtë fjalën, ja musawwiru nga 21 herë para se me qeli iftari. Pra, me qatuj, po nuk e pin atë ujin, vetëm e lexon edhe e mbyll me një tasnë, me një tabël të vogël edhe e qet diku nalt. Edhe në ditën e 7 të agjerimit e pin gjysa burri, gjysa gruaja këtë ujin. Mandej duhet me i lexu 41 jasina, qose nuk din, ja jep dikujt që din me lexu arabisht, jo shqip. Edhe duhet me i premtu Zotit, me thonë për shembull, o Allah, ma mundëso që ta kom një fëmijë, edhe në ditën kur lind fëmija, jo kur me të shtatzon, po në ditën kur lind fëmija, ti ki me dhonë sadakan, qatë sadakan e madhe që e ke bon nezër, jo me dhonë tash, ose kur me të shtatzon, po kur të lind fëmija, po normal, ti e ke pas një murat madh, sot me bo një shtatzansi, një fekondim artificial për mes gjypanave e tjera, po kushton 4-5.000 euro, edhe ti s'mundesh me dhënë sadaka 20 euro. Po s'paku thu, o Allah, të lutëm ma mundëso që me të shtatzan, edhe unë po premtoj që një familje të varfër kom ja dhënë, për shembull 500 euro. 500 euro është një rogë mujore, kur gjë ty nuk të bëhet për me dhënë këtë sadaka. Po kjo mbetet vetëm premtim në mes burrit edhe gruas, nuk bën me tregu sa qysh tek. Po ata dytë vetëm duhet me ditë. Pra, 21 herë, 20, ma mirë 5.000 me jep, se sa ty me të ngu. Ani bre, s'ka problem. E pra, hajde shko mjute, mos më dëgjo se elbete mos po infektohesh. Aleikum selam. Por si do qoftë, kjo pra është mënyra 21 herë do të me thonë ja musawwiru, që do të thot o dhënësi i formës, pra me ta dhënë formën në barkun tënd. Edhe gjithmonë kur ti lutesh Zotit për fëmijë, e qet dorën të barku edhe vetëm thu ja musawwiru, ja musawwiru, ja musawwiru, që do me thonë emri Zotit, o dhënësi i formës, o Zot, jepja formën e fëmijës tem në barkun tim. Hala Selma, i tebe Allah te nagradio. Mirë Suada. Aje isis ti? Une isis nuk jam marbër. Isisat mon kanë met atje në Siri, edhe as jam kanë. Kënajd, mira faleminderit për yjet. Shumë bukur Suada Veliraj, Elbasani. Elbasani shumë i bukur. Është ajo kalaja, edhe aty ka dorzonje, lule dorzonja. Dorzonje, që është lulja e Hazreti Fatimës, për ndryshe në këtë moderne i thëmë duket se mimoza, po në Elbasan ka shumë lule e dorzonje, apo na i thëmë Hanëm Eli, pra Dora Hanëm, Eli i thënë Dorës, Hanëm Zonja. Dora e Zonjës. E kjo kamet, kjo lule, është lule e Hazreti Fatimës. Sepse Hazreti Fatimja e ka kultivu këtë lule në oborin e saj, pra dorzonje, keni në Elbasan, shumë i vjen era e mirë, janë si lule të vogla që shtu rriten. Te na i thënë Hanëmeli, po është pak një lloj ma tjetër, po edhe ajo është njësoj, aroma është gati e njëjtë, një familje janë, si e ka emrin lulja, e ka lule dorzonje, do me thënë Hanëmeli, s'po di që me thënë, në Elbasan ka shumë, ajo rritet edhe jep shumë arome dhe ngjitet në përmure, mundësh me bo si rrethoje.
Unë e kam Hanëmelin në oborin e fush Kosovës sa erë e mirë vjen. Pra, që kjo është Hanëmeli mane, është në gjuhën shqipe, pra i thojnë dorzonje, lula dorzonjes. Dorzonje, zonë dore, po, dorzonje. Pra, dora e Hanëm Eli, dora e zonjes. Në Elbasan i thojnë lule dorzonje. Po, në Kosovë i thojmë Hanëmeli. Aleikum selam minem. Cilit sekt fetari takon? Unë nuk kam asnjë sekt fetar. Ekzistojnë sektet në Islam sunni, shia, por unë kam qenë sunni dhe tash jam vetëm muslimane e pasoj ehli bejtin. Kjo është me rëndësi, por ekziston edhe sekti shia, por jo ashtu si që kanë propagandu shumë keq, sepse edhe ata janë musliman, bile janë musliman më të mirë që ka në sipërfaqe të tokës, po e shihni tash si çka po bën Irani, për me shpëtu popullin musliman sunnit që janë në Palestinë. Prandaj, unë se kam me rëndësi hiq sektin, edhe mirë po i përdori të dy sektet, sepse librat i kam edhe nga sekti sunni, edhe nga sekti shia. Por na si musliman të shekullit 21, nuk duhet, do një ka faleminderit zemra, nuk duhet me na tërhek as sunnizmi, as shiizmi, por duhet me qenë, ato janë doktrina që i kanë njerëzit e mdhej në duar, por na duhet me respektu të dyjat, edhe neve na mjafton vetëm me qenë musliman, dhe me pasu ehli bejtin, me mësu sa ma shumë për ehli bejtin. Sa ma shumë për ehli bejtin. Sepse nuk i kemi të njohur. Mundi me thonë edhe që jam shiite, nuk është problem. Unë jam edhe sunite, edhe shiite, po mbi të gjitha jam muslimane dhe pasoj ehli bejtin. Vetëm vehabite, selefite nuk jam. Por sunite e kam kry shkollën, si shiite po studioj, mirë po nuk e kam me rëndësi. Hiq se kam me rëndësi. Me rëndësi e kam Kuranin dhe ehli bejtin. Shikoni çfarë natyre e bukur. A i falë 5 vakte. Unë jam shqiptare, i fali edhe 5 vakte, edhe 3 vakte, kur nuk kam kohë. Sepse i keni videot e mia 5 kohët e namazit. Edhe në YouTube, i Gballu Huduti, ma bëni follow, edhe këtu ma bëni follow. Aty tregohet që kur një ditë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, i kishte falë drekën edhe i qindin bashk, dhe pyetën profetin, ja Resulallah, pse i fale bashk, as nuk je në udhtim, as nuk jemi në luftë, as nuk bjente vetë ti me shiu i madh, sepse në këto 3 raste mundesh mi bashku namazet. Thot, pse i fale sot drekën e i qindin bashk? Tha vetëm për t'ja lehtësuar. Edhe këto janë në hadithet e sunnive, edhe të shijave. Prandaj unë e tham, unë jam muslimane, vetëm muslimane, e pasoj ehli bejtin, ndërkaq kam respekt për doktrinat, për diturit sunnite edhe djetartë, pra sunni edhe shia, sepse përmes këtyre 2 djetarëve na vim të haku. E haku e vërteta është vetëm Kurani dhe ehli bejti, për të cilin profeti Muhammed ka thonë, nëse dëshironi të jeni të shpëtuar dhe të udhëzuar, po ju lë 2 amanete të rënda, e ato janë Kitabullah wa itratu ahlul bejt, pra libri i Zotit dhe familja ime, pra familja e profetit ehli bejti, ku në këtë ehli bejt, numër 1 është vetë profeti Muhammed, bia e tij Hazreti Fatimetu Zahra, pastaj vinë Imam Aliu, Imam Hasani dhe Imam Hyseini. Pra 2 nipat e profetit, e prej këtyre rjedhin edhe, pra janë 12 imamët për të cilët profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, na ka thënë se nga fisi im Kureshi do të vinë 12 lider shpirtëror udhëzues të njerëzimit, dhe
elhamdulillah të gjithë kanë kontribuar, e kanë ruajtur fenë islame, por për fat të keq apo për të mirë, të gjithë kanë rënë dëshmor, shahida, duke e mbrojt Kuranin, të cilin sot e kemi në duart tona, duke fillu pra ose kanë ra shahid të helmosur, të helmuar, ose kanë ra të masakruar, siç ka ra Imam Husejni në Kerbela, siç e ka ra shahid e kanë mbyt Imam Aliun në 19 ditë të Ramazanit. Pra të gjithë imamët kanë dhënë jetën e vetë, kanë sakrifiku jetën e tyre për të na dorëzu Kuranin ashtu siç ka zbritur në kohën e gjyshit të tij profetit Muhammed, si dhe paqja qoftë mbi ta dhe familjen e tij, si dhe pritet që Imam Mehdiu, imami 12 të na vije sa më shpejt, sepse falë Zotit që ne muslimanët, edhe pse jemi të ndarë në sekte të ndryshme, në grupacione të ndryshme, sunni shia që janë dy më të mëdha, 70% shi janë sunni, 30% shi janë shia, që do me thanë është pasues, që e pasojnë familjen e pejgamberit, ku gjë këtu s'ka të keqe, jo ato shia të cilët ja kanë propagandu për të keqe, sepse i tutën sepse ata e kanë të vërtetën në duart e tyre. Prandaj edhe imamët kanë qenë ata të cilët e kanë ruajtë fenë islame, Kuranin dhe traditën profetike, sunetin e profetit Muhammed, familjes së tij dhe 12 imamëve të shenjtë, të cilët ne i pasojmë, ne i kemi në librat edhe sunite, edhe shiite, të cilat e vërtetojnë se imamët janë nga fisi Kurejshi dhe ata janë të cilët nuk janë të prekur as nga mëkatet dhe nuk janë shtypës, nuk janë tiranë. Dhe ata e kanë dhënë jetën e vetë, ata janë 12 imamët, përndryshe nga loza, nga trungu i profetit Muhammed, ku fillon me Imam Aliun, Imam Hasanin, Imam Husejnin, Imam Zainul Abidinin, i katërti, Imam Muhammed Bakir, Gjafer e Sadik, mande vjen Muhammed Bakir, Gjafer e Sadik, Musa el Kazim, Ali Rida, Muhammed Taki, Ali Naki, Hasan Askeri dhe Imam Mahdi wa Ajil Farajahum. Gjithashtu është shumë e rëndësi ta dim se pa marrë parasysh që muslimanët jemi të ndarë, të mlefosur, të përqarë, sepse jo muslimanët e kanë bërë këtë për me arrit me na përqarë. E kur na përqajnë neve, atër ma lehtë na sundojnë. Prandaj të nderuar miq, falë Zotit që ne edhe pse jemi pak të përqarë, por tani po fillon me dale vërteta, se kush qenë kanë pasuesit e Ehli Bejtit që nuk e durojnë dhunën qoftë edhe me vdekje. E ata janë pasuesit e Ehli Bejtit, pra të cilët edhe pse jemi të përqarë pakën mes veti, tash po fillojmë me u bashku. Dhe kjo është një mrekulli, sepse të gjithë, edhe pse kemi mos pajtime, kur është në pyetje Imam Mehdi a.s. të gjithë e presim me ardhë. E ardhja Imam Mehdiut ka me qenë e tillë me 313 si themi jo ushtar, po komandosat IQ që i kanë më të mëdha, që përfaqësuesit që e përfaqësojnë Imam Mehdiun janë 313 burra dhe 50 gra, të cilët pra burra e gra do ta mbrojnë fenë Allahut dhe do ta vënë rendin e ri botror në tokë, ku nuk do të ketë fukara për sadaka, ku nuk do të ketë smundje pa ilaç. Prandaj faleminderit, përshëndetje Uzer nga Zvicra.
Kështu pra. Presim inshallah. Ardhjen e Imam Mehdiut, po Imam Mehdiu nuk na vjen të pi kafe. Po Imam Mehdiu na vjen duke fol për ta, duke studiu për ta, duke studiu për familjen e Imam Mehdiu që është Ehli Bejti, duke ngrit zërin kundër shtypsve, duke i mbrojt të shtypurit qoftë me një lutje, e jo ne me ndëgju fetfat e Arabisë Saudite, ku mbreti i tynve edhe ai muftiu i tynve thot, na nuk duhet mu përzin çështjet e jashtë me jashtë Arabisë, pra për Palestinën e ka pas fjallën, na duhet mi këshyr çështjet e tona të brendshme, por të huajve duhet mi qu atyve që janë të shtypurve do t'i japim ndihma, e ndihmat e Saudisë Arabite nuk kanë qenë bomba kundër shtypsit, po kanë qenë qefina për viktimat në Palestinë, qefina pra të najlonit, keset kaltërta ku i kanë futur kufomat e viktimave dhe të shahidave. Prandaj nuk vije Imam Mehdiu pa e ngrit zërin kundër shtypsve. Të gjithë kemi me qenë të pyetur çka kemi bë së paku një postim dit. A kemi vendos, a kemi ngrit zanin duke ngrit zanin duke tregu pa drejtësit që për i bëhen njerëzve në botë, sepse nëse nuk brengosemi, nuk na trazohet shpirti, nuk na të ndohet zemra për ndodhit e këqia, nuk na del loti për ndodhit, për viktimat e papajshme që po ndodhen në Palestinë, kudo në botë, tani edhe në Izrael, se edhe aty ka viktima të pafajshme, për arsye se kanë heshtur dhe tani kur hesht për krimin, krimi ka me të ndjek. Prandaj duhet ta ngrisim zërin na si për vendin ton, si për padrejtësitë që bëhen në vendin ton apo jashtë vendit ton, si dhe në njeri që nuk brengoset për problemet generale të shoqërisë, të njerëzimit, nuk brengosesh spaku, nuk e lëshon spaku një pikë loti, nuk e jep spaku një sadaka, një lutje o Zot që çojë situatën në botë. Pra një njeri që nuk brengoset për çështjen generale, për problemet generale të njerëzimit, nuk ja vlen ta quani as njeri. Të nderuar miq, mua më shkoj bateria edhe pak, andaj s'po ju shoh, po pe shoh vetëm siluetën time, se jam duke folur ende, me juve si dhe komshinjet që kanë edhe fëmijë, kanë filluar të zgjohen, dhe mu duhet të vazhdoj, dhe po bëhet pak gjuhë, edhe unë mos t'i pengoj atyre, dhe mua po më fillon dita aktiviteti im në natyrë, dhe me shkrimet e mia, me laptopa, me gjitha në të cilat i kam punimet e mia, ja do përfundimet e librave që i kam marrë. Bëni dua për mua, edhe unë bëj dua për juve, Zoti t'ju largoj të këqijat nga jeta juaj, Zoti t'ja lehtësoj atyre që e kanë të vështirë jetën, dhe Allahu t'i ndihmoj atyre që e kanë të mirë, t'ja bëj jetën edhe me të mirë, por me të vetmin qëllim që t'i ndihmojmë njëri tjetrin. Prandaj me kaq unë sot e përfundova këtë mëngjes të bukur këtu në Brezovic, dhe urojmë që të jeni mirë, të kaloni mirë, dhe ta lusim Zotin, gjithmonë t'jemi me Zotin përmes lutjeve tona, sepse ne e duam Zotin dhe dëshirojmë që dhe Zotin neve të na doj, e kur Zotin neve na don, atëherë nuk ka të këqija në këtë botë, edhe fatkeqësia të duket normale, edhe mira nuk të gëzon shumë, sepse ne jemi njerëzit e Zotit, dhe njerëzit do t'i kthehemi, dhe Zotit do t'i kthehemi, por dhash Zotit i kthehemi ati me faqe të bardhë, të dalim para profetit faqe bardhë, ballë ngritur me dashuri e respekt, se ne
i kemi besu Allahut, i kemi besu, jemi bind fjalëve të profetit, i cili neve na ka udhëzuar që të kemi një jetë sa më të lumtur dhe shpresojmë, lutemi që zullumçarët Zoti t'i shkatroj, të pafajshmit t'i shpëtoj, lutjet e tona të mos na mungojnë. Esselamu alaikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Dëgjohemi radhëve tjera. Na shkruani, bëni follow dhe bëni follow, bëni subscribe në TikTok, në YouTube i Gbal Huduti. Ju dua shumë të gjithë juve motra dhe vëllezër të mi. Assalamu alaikum. Paqja e Zotit qoftë mbi ju. Po me nalë këto tash spesh.